Kjo është një aleancë tërpaqe shumë e zgjuar dhe shumë e befasishme. Shumë e mirë. Nuk mendoj kur që tjetë një iniciativë spontane e këtyre vendeve tona. Mendoj që ka një përbabi tjetër. Me ja të, koha do të tregoj. Unë do të dëgjojmë dhe reagimin e Ministrit të Mbrojtjes së Kosovës, Ejup Maqedonci. Synimi i këtij bashkëpunimi nuk do të jetë asnjë rast kërcënimi i askujt, mirë po gjithashtu është një mesazh për gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë sigurinë, po që dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, por edhe sigurinë e vendeve tona, që 3 vendet tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa të përbashkëta janë të bashkuara për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e regionit. Pra me fjalët e tij të thjeshta ishte pak i emocionuar ministri, po s'ka rëndësi. Po va me kuptuar që është një aleancë ushtarake reaguese mbrojtëse. Mesazhi ishte i qartë. Nuk lexonte vetëm mundonte të përmendë Serbinë. Gjitha palët, si pala që kanë shkruar marrëveshjen, po dhe pala që është kundër marrëveshjes, më mundohen të thuash ta amplifikojnë marrëveshjen më shumë se çfarë ka marrëveshja në vetvete. Pra e shfrytëzojnë marrëveshja para këtij lloji nga njëra anë s'bën në marrëveshje. Unë kam përshtypjen që marrëveshja në thelb do jetë thjesht për prodhimin e armatimeve mes njëri tjetrit, pra në thelb. Po pjesa politike e saj shumë e fortë. Simbolike se çdo bën në Ukrainë. Për serbët fakti që kanë mbledhur dhe Kosovën brenda kësaj vathë, si thua, është ka një domethënie të rëndësishme. Unë kam përshtypjen që për Serbinë mund të jetë një nxitje ose një shtytje për të futur dhe një ngjarje më të madhe armatimesh në rajon, pra mund ta shërbejë si një lloj justifikimi që jemi tashmë dhe të rrethuar, si thua, nga armiq në një farë mënyrë, kështu që mund ta nxitit për të futur ngjarje armatimesh.